Keir Starmer është i pari kryeminist britanik që zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri ku u prit në ceremoni nga kryeministri Edi Rama në selinë e qeverisë. Gjatë konferencës për shtyp, Starmer u shpreh kënaqur me bashkëpunimin mes dy vendeve, duke theksuar rolin kyç të Shqipërisë në luftën kundër emigracionit palishëm drejt Mbretërisë së Bashkuar. Taskforca e përbashkët midis Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar ka sjellë një ulje dramatike për gati 94% të emigracionit palishëm drejt vendit tonë, tha Starmer, duke shtuar se kjo është një dëshmi e një bashkëpunimi të frytshëm dhe të qëndrueshëm. Nga ana tjetër, kryeministri Rama mohoi me vendosshmëri aludimet mediatike që qeveria britanike do të ndërtonte kampe refugjatësh në Shqipëri, duke theksuar: "Kam qenë shumë i qartë kur e nisëm këtë proces me Italinë. Kjo ishte një marrëveshje e vetme me Italinë për shkak të marrëdhënieve tona të veçanta, por edhe për situatën gjeografike. Për të qenë shumë i sinqert me ju, edhe shtetet të tjera na kanë kërkuar të realizojmë të njëjtin model bashkëpunimi, por u kemi thënë jo, sepse jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri." Një tjetër çështje e trajtuar gjatë kësaj vizite ishte ajo e qytetarëve shqiptar që gjatë konfliktit Kosov-Serbi u regjistruan si refugjat me identitet kosovar në Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri Rama u shpreh se është koha për të shqyrtuar një problem që kemi me Britaninë e Madhe, pasi shumë shtetas shqiptar në kohën e mbërritjes së tyre atje kanë përdorur pasaporta ose identitetet Kosovës, duke u pranuar si refugjat lufte. Ata sot jetojnë me dy identitete, një për shtetin britanik dhe një këtu në Shqipëri. Prej më shumë se 20 vitesh ata janë kontribues në ekonomi dhe jetën shoqërore britanike. Në përmbyllje të vizitës, Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim dypalësh, njëra për prioritet strategjik të dy vendeve dhe tjetra në fushën e mbrojtjes dhe industrisë ushtarake, duke shënuar një hap të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe.